A pret që zoti Kurti si kryeministër i ri i vendit ta rregulloj edhe mënyrën se si po funksionojnë institucionet e pavarura. Kemi 10 institucione që funksionojnë tash e sa kohë me ushtrues detyre. Cila është pritshmëria juaj? A do t'i rregulloj këto punë apo është formu modeli tashmë që bën edhe me ushtrues detyre? Unë mendoj që nuk këtë problemin e ushtruesve të detyrës do ta zgjidh, por do të krijohet një problem tjetër sepse do thotë në ato detyra do të vendosë njerëz të dëgjueshëm, pra njerëz që nuk i thon asnjëherë jo. Këtë po e them duke u bazuar në të kaluarën, siç e kemi parë në KEK, ku kishte vendosur njeriu në dëgjueshëm dhe vendimet milionë që ishin marrë vesh domethënë ishin arritur nëpërmjet WhatsAppit. Pastaj kemi parë komunikime tjera në WhatsApp për vendosjen e figurave tjera në institucione të rëndësishme edhe ato rajonale po edhe qendrore në agjencitë publike. Pastaj kemi pasur si arrihet marrëveshje mes Kurtit, presidentes, vile thoshte vetë Albin Kurti, edhe zgjedhjen e kryeprokurorit, domethënë arrihet një marrëveshje e tyre brendshme që ne mos ta zgjedhemi kryeprokuror, po që se nuk të qenë një person i yni ose njëri që do të jetë i dëgjueshëm ndaj neve. Kështu që problemin e ushtruesve të detyrës do ta zgjidh, do ta eliminoj, por që në ato pozita do të vendos njerëz kryekput të dëgjueshëm ndaj kryeministit dhe politikave të tija. Pastaj në momentin ku e kemi një person të dëgjueshëm, ata nganjëherë ndoshta edhe pa dija ose edhe nga mos respekti ndaj ligjeve, duke qenë shumë të dëgjueshëm ndaj Albin Kurtit, po i shkelin ligjet, por në mënyrë shumë drastike. E kemi parë sa shumë kontrata në një burimore janë nënshkruar, ato janë shkelje flagrante të ligjit, kemi parë që disa prej këtyre janë në proceset gjyqësore, pra janë ngritur aktakuza dhe ata tash duhet të përgjigjen. Faktet dhe argumentet që prokuroria i ka paraqit janë shumë bindëse dhe ato janë, domethënë mund të përfundojnë me ndërkime të rrepta ndaj këtyre shkelësve. Dhe kjo është një diçka që nuk i konvenon Kosovës, nuk është kjo demokracia që Kosova ka ëndru, nuk është kjo një politikë që i sjell mirëqenie Kosovës, pra është diçka që unë personalisht jam shumë skeptik.